Përshëndetje miq të dashur. Sot kam nderin dhe kënaqësinë që pjesë e intervistës time ta kem doktor Flamur Vojvodën, kryetare i degës së nismës socialdemokrate në qytetin e Mitrovicës, bartës i listës dhe njëherës është edhe kandidat për asambleë komunale në qytetin e Mitrovicës. Doktor, mirë se erdhe. Mirë se gjetëm, faleminderit për ftesë. Faleminderit që ndot kohë nga koha juaj. Doktor, na flisni pak pse zgjodhet që të merreni me politikë. Arsyeja pse kam zgjedhur të merrem me politikë është për shkak se kam parë të gjitha sfidat nga afër, duke pasur parasysh që në jetoj edhe veproj në Mitrovicë, e kam pasur të arsyeshme që përvojën time dhe eksperiencat e mia në arsim në shëndetësi dhe me problemet të qytetarëve që të përfaqësoj në nivel komunal, që do të thotë në asamblenë komunale si përfaqësues i tyre. Cilat janë 3 prioritetet kryesore për të cilat do të ngresni zërin dhe do të angazhoheni në kuvendin komunal? Unë besoj që do të angazhohem fuqishëm në kuvendin komunal, duke pasur parasysh që edhe kandidatët për asambleë komunale i kemi ekspert të fushave të ndryshëm dhe është një prej lista më të mira që e ka qyteti i Mitrovicës, duke dëshmuar këtë me profilet e ndryshme dhe dëshmin eksperiencën e tyre profesionale në lami të ndryshme që do të jemi përfaqësues të popullit në nivelin komunal. Për këtë arsye edhe e kam pas më të lehtë të bëj një program, pavarësisht që nuk garojmë për kryetar komune, kam pasur më të lehtë që ta bëj një projekt se me cilat fusha duhet të merremi. Normal që për neve bazë të kandidatëve për asambleë komunale kemi pa më të arsyeshme që të merrem me 3 shtylla kryesore, pa dashur me neglizhu asnjë nga problemet e qytetarëve, mirë po fokusi jonë do të jetë në mirëqenie sociale, arsim, shëndetësi, po tash arsimi dhe shëndetësia normal që lidhet dhe me rinia dhe me kulturë, se rinia që mosha cila i përgjigjet arsimimit është rinia. Doktor, si do të siguroheni jo që në punën tuaj si këshilltar i kuvendit komunal do të përfaqësoni interesat e të gjithë qytetarëve të komunës dhe jo vetëm të atyre që ju kanë votuar juve, parimisht? Të jesh asamblesë nuk do të thotë që është privilegj. Aja është përgjithësi dhe në momentin që ta marrësh, atëherë nuk do të ketë ngjyrim politik. Ne kemi krijuar dhe komitetet tona në fusha të ndryshme, të cilat do të merren me ankesat e qytetarëve, të lagjeve, të institucioneve të ndryshme, qoftë arsimore, qoftë shëndetësore, edhe çdo institucioni tjetër që përfshihet me probleme dhe sfida në nivel komunal. Në cilat mënyra do të ngritni çështjen për mbështetjen e të rinjve në krijimin e mundësive për punësim dhe zhvillim profesional dhe personal? Normal, duke pasur parasysh që në listën tonë ka profesor, ka doktor shkenca, ka specialist, ka ish asamblesë, ka jurist, ka ekonomist, ne kemi krijuar, për neve ka qenë edhe më lehtë të krijojmë edhe komitetet e ndryshme. Mirë po, na kemi bërë një program, bazë të cilit mendojmë që është më lehtë të bëhet kombinimi në mes të arsimit, punësimit dhe shëndetësisë. Normal që rinia ka nevojë për profilin e punësimit, do të thonë normal që rinia do të me pas identitete kulturore, nuk do të thonë që Mitrovica nuk e ka, aja veç e ka, po duhet të lidhemi ura me arsim, do të propozojmë edhe që shkollën teknike ta kthejmë në qendër të kompetenca, që në momentin të kthehet në qendër kompetenca, partneritet publiko-privat me biznese të ndryshme dhe kjo ka me qenë shumë e lehtë me ardhur deri te punësimi, për kraje për 12 muaj nivelin komunal kërkesa dhe me nivel qendror, normal që kur të vjen deri te ky angazhim i këtij trekonçe niveli komunal, institucionet arsimore, niveli qendror, besoj që ka me qenë shumë e lehtë me ardhur deri te punësimi. Po, a do të propozoni në nismë konkrete diçka në kuvendin komunal për parandalimin dhe do të largimit të rinjve nga komuna, edhe nëse po, cilat do të ishin? Normal që e përmenda edhe më parë, kjo do të kemi me propozu një korelacion, lidhshmëri strikte mes qendrës për punësim, qendrës sociale, drejtorisë arsimit, drejtorisë kulturës edhe kuvendit komunal. Në këtë formë, kur funksionimi mes këtyne dikasterëve është nivelin më të lartë që shmenojnë ana me realizu, përmes kërkesave dhe përmes evidentimit për të papunë, normal që nevojat e bizneseve për punëtor, profilet e caktuara, cilat ka nevojë bizneset për profilet të tilla, po gjithashtu mendojmë edhe me trajnime falas, me subvencione për startupe, mbikëqyrje këtyre subvencioneve dhe besoj që do të jetë më e lehtë për secilin qytetar me depërtu deri te punësimi.
Doktor, cilat ide do t'i shtyni përpara në Kuvendin Komunal për të nxitur zhvillimin ekonomik të komunës suaj? Normal, se përkraja është në komunën tonë, bazë të vizitave, edhe me antarë të partisë, edhe me kryesi, kemi hasur në kërkesa të bizneseve të vogla që ka nevojë për përkraje, e përkraja nuk është vetëm me subvencione materiale, po përkraja është edhe, që shë përmena ma herët, me ndihmen e profilizimit të rive që të punësohen. Një institucion privat, një biznes i ri, normal që ka nevojë për një profesionist, se në bazë ti ka me ngrit kapacitetet profesionale. Normal mundu me zhvillu edhe me përkra zhvillimin e bujqësisë, agroturizmit, të nxitje të investimit përmes lehtësime komunale, përkraje për bizneset vogla, qoftë me mjetër, qoftë me punëtor, në këtë formë mendoj që kena me arrit me i përkra bizneset. Doktor, cilat çështje do t'i ngritni në Kuvendin Komunal për përmirësimin e cilësisë së arsimit dhe kushteve të shkollës në komunën tuaj? Me që edhe jeni pjesë e arsimit, besoj që këtë çështje keni pak më... Neve na u nevojitet renovimi i shkollave, jo vetëm një shkolle, po me bo një projekt se cilat shkolla ka nevojë të domosdoshme të renovohen, nëse nuk mund të renovohet, të ndërtohen shkollat të reja, ku ka nevojë, të përfundohen projekte cilat veç janë e përfundime sipër, të rishikohen se deri ku kanë arritur punimet, përpos kësaj normal që kena nevojë edhe për mësim cilësor. Në mësim cilësor nuk mund të arrihet pa resurse humane. Duhet të angazhojmë asistent për fëmijë me nevoja të veçanta, psikolog, pedagog në për shkolle, këtove që kemi evidente që mungojnë në shumë shkolla, psikolog, asistent, pedagog, mendoj që e ngrit cilësinë në arsim duke pasur parasysh që vetë jam mësimdhënës që nga viti 2010, normal edhe studentët e ri që janë në përfundim të studimeve të angazhojmë si asistent të profesorëve me përvojë më të lartë, përpos kësaj shtimi kapaciteteve të teknologjisë, që janë tabelat e mençura në shkolla profesionale, pajisjet inovative, cilat e krijojnë, domethënë një treg të punës shumë atlet edhe më të qasshëm. Çto janë projekte cilat mendojnë na më shty përpara. Si do të angazhoheni në Kuvendin tuaj komunal për të siguruar më shumë mbështetje dhe përfshirje për personat me aftësi të veçanta ose me aftësi të kufizuara në jetën publike dhe në shërbimet komunale? Do të punoj që çdo institucion publik të ketë çështje për personat me aftësi të kufizuar, duke filluar ka spitalet, shkollat, rrugët, gjithashtu do të punojmë edhe me programe të veçanta që t'i përfshijmë në jetën publike, duke pasur parasysh punësimin me kuota të veçanta dhe përkraje për bizneset të cilat kanë gatishmërinë e përfshirjes së personave me aftësi të kufizuara në për institucionet e tyre. Krejt për fund, doktor, pse mendoni që qytetarët duhet t'ju votojnë juve për t'i përfaqësuar ata në Kuvendin Komunal? Pasur parasysh që unë jetoj në Mitrovicë, punoj në Mitrovicë dhe kam investuar në Mitrovicë dhe për asnjëherë nuk jam shkëputur nga realiteti në Mitrovicë, pavarësisht sfidave, besoj që më së miri mund t'i përfaqësoj në sfidat e tyre në Asamblenë Komunale.